Olta, ndërkohë ti fole për marrëdhënien e Ludos me Labin, por flasim pak për lëndrimin. A ka strategji ai apo çfarë? Lëndrimi deri tani, deri para 2 prajmesh, e kemi parë në lojë në fakt që ka shprehur anën më shumti anën e tij komike, le të themi, që është shumë i lezetshëm, ka batuta, është i këndshëm shumë në çdo gjë që bën, energjia e tij është shumë e rëndësishme në shtëpi në atë formë që e sjell, por ka një 2 prajme dhe e kisha me rëndësi t'ja thoja këtë, që ka filluar të luaj lojën e Big Brotherit. Edhe welcome zemër, kur nuk është vonë, kur e bën fort. Amo që 2 muaj të mund s'kelu, 2 prime, ha? Kum dash mi tregu dhe banorëve se përveç asaj ane, unë e kam edhe këtë anën tjetër. Mirë se vjen. E ke, por dëgjë, këtu në fakt, dua t'jap një merit Ludos. Është dash Ludo që ti të futesh në lojë në këtë mënyrë. Jo që të futesh, po që të vish në lojë në këtë mënyrë. Edhe duhet ta falenderosh dhe ti, se jo çdo gjë e keqe në jetë vjen për keq. Ty të ka ardhur për mirë. Patjetër, Olta. Falenderoj Ludën se kam problem, veç inshallah më pushon të na kryt pa ma përmenjë 100 herë Jo sa përmeni, po kam qepë me lujt me ty, që njëzit kapacitet ki. E mu su fshefta ata, hajde luj. Dinamika re. Nesër me ty.